A është gjuha shqipe gjuha më e vjetër në botë? Një dynja para për këto copa plumbi. Me to do të shkruhet gjuha jonë. Në këtë studim është krahasu gjuha shqipe dhe ajo angleze dhe ka dalë që shqipja ka shumë më tepër parashtesa, prapashtesa, lakime dhe mbarisa. Në anglisht thuhet the girl, e në shqip vajza, vajzën, vajzës, vajzave e vajzat. Dhe secila formë ka kuptim tjetër. Pra gjuha shqipe kërkon shumë energji kognitive nëse dën me mësu prej fillimit. Shkencëtarët pajtohen që shqipja ka rrënjë të lashta indo-evropiane dhe është degë e veçantë e cila nuk përngjan me asnjë gjuhë tjetër. Për shumë shekuj shqipja është transmetuar verbalisht dhe ka filluar me u shkruar tek në shekullin e 15. Kjo i jep gjuhës tonë rregulla të vjetra, formë të çuditshme dhe tinguj që gjuhët e tjera as nuk munden me i imagjinu. Kjo bën shqipen unike, por edhe sfiduese për ata që nuk e flasin. Sipas Boyd edhe Schwartz, gjuha është pasqyrë e proceseve të trurit dhe shoqërisë. Ata thonë se gjuha është mekanizëm psikologjik dhe jo veç mjet komunikimi. Fjalët tregojnë vëmendjen, emocionet, strukturën e të menduarit. Shqipja ka fjalë shumë të vjetra si bri, dardh dhe mal që lidhen me natyrën e Ballkanit të lashtë. Gjuha ka përthitur ndikime nga latinishtja, greqishtja e turqishtja, si dhe slavishtja, por e ka rujt identitetin e saj. Dialektet gegrishtja dhe toskrishtia i kanë dhënë gjuhës forma të pafundme dhe kreativitet. Në rilindjen kombëtare, gjuha u bë element i identitetit kombëtar, prandaj shqiptarët e kanë dhe një lidhje emocionale jashtëzakonshme me gjuhën shqipe. Sepse është një gjuhë e lashtë, fleksibile, shumë formshme e ndërtuar në mënyrë kreative me histori të gjatë dhe tinguj unik, në trurit i duhet shumë punë për me dekodu. Shqipja nuk është gjuhë e thjeshtë, është gjuhë me histori, strukturë dhe identitet. E neve na mbetet me u mësu, me e shkru, me e lexu edhe me e fol drejt. E për më shumë video si kjo, bëja subscribe për banit në YouTube edhe në krejt platformat e tjera.